Dhe thot një ditë prej ditëve pejgamberi alayhi salatu wassalam më tha ja bunej in istata'ta an tanamu wa laysa fi qalbika ghish li hadin faf'al. I tha o bir, kështu e për gdheli e nesër, dhe pse kishte djalë dvetin biologjik. Tha o biri, më tha nëse munësh me bo që të punë, tha kur të shkejsh me ra me flajt, edhe shtrien shtrat, edhe para se me zonë gjumbi, mos me pas urrejtje, mos me pas inati, mos me pas xhelozi, mos me pas runa zot na i mashtema na i tradhti, ndaj të tjerëve para gjumit bane që ta, edhe flaj. Për këta çunat e ri që për ngarkujnë vetën shumë, se nuk kemi kohë me trajtu, po e dini që ka njerëz që si çuna shtrije, vajza treja për shkak të rrjeteve sociale, dikush ja ka çu aty një, e ke po do far fotosh aty të vogla, tash një të mrëlt kështu ta drejt kryet, të natën nuk flam pse ma çoj ky tash të natën ja merr nati. Ose ja ka çu një gisht, ose ja ka çu dy gishta. Po dyre çai ka bosh shembull, ai merret me çato. Të natën. Por çato ja merr nati dikujt. Pra jo për ato gjana timta, po edhe për gjana tjera të mëdha. Këshilla e parë me pas parasysh është me ra me flejt qetë. Se shumë për i dëgjoj për i djetërve, për i trive, për i moshës e mesme, s'pa mërë gjumi. Sinqerisht për i thëmë, unë jam në moshën e mesme, pak ma tutje për shkaj. Po kur një natë s'po mdojt, i qysh me ra e mosilë, si kur që bapin s'kar, po të e që i dore, të i knusurët, plap për mzet gjumi. Se s'pje kam i natë i kërkojnë, as po mirë, me kërkën hiq. Me përjashtim kër e dina një të smut, në i rast social, në i diqka, me ndaj qysh, me thonë, me një mund nashta, me gjemata, veta, qysh të mundemi. A mu marë, pse këtash, unë e kjerën e kam 5.000 euro, këj ka 50.000 euro, për e kaja ka dhonë zoti, mos ma ka marë muë. Pse këj tjetër i kryti 5 fakulteta për shembull, e onë e s'mujta me kry asë një. Jo, kom kryë, mos me në keq. Po shembull me marë, po ja ka dhonë zoti, pse këj tjetër i ma i dishëm, për doj njerëzit, po del, ma i jeshëm, ma kështu, po ja ka dhonë zoti, s'ma ka marë mu shëndetin, as bukurin, as jeshin, as kur gjoheq. Andaj, lidhni senet pak me zotin. Pak edhe ko gja shumë bile. Lidhni me Zotin, kush ka e pe i Zotit, s'ta ka marrë ty. S'ta ka marrë ty, mëre vëlla. Te ki bindjen që ka, tek ne krejt e kemë thurat prej Zotit. Andaj kur ti largoj qito, vëllaj të merë gjumi si kur ai qingji i butre. Ose si kur pullat, nuk e di kush është ma i vjetër e din, këta trinë se di e din, pullat si të bëhet pak tërë, që ti ka akshome, ato me zënë të akshomit, veç hin atë, në venin e vetë edhe në ato degët e veta, ku do që t'jenë të rëgë, veç i mshelin sytë. Edhe që ka thojnë të na, filoni po flenë heret, me pula, baras me pula, po qështu t'i shka para fërsish, pse? Flenë heret. S'kan kur farë problemi heq. Barkun e kanë të mësht, në sabat qohen, barkun e shprast, hec mërziten, këndojnë, lëvizin, hanë, pinë, e kanë bindjen në Zotin, edhe kafshët qështu, edhe insektit qështu, veç njerëzit që kanë kitë problem. Andaj qka pra, kur të bish me flajt, mësë mërë shumë që ka me ndohë, se se ki ndorë tanë, as që ka kalu se ki mundësin me ndryshue, po qka, bani doat, lutjet para gjumit, me ndo mirë për njerëzit, le dalin krejt kështu parasive këtë imbës, njerëz të mirë, bile me mujt me mëri qatë shkallë, kishen mirë me thonë, krejt këta e në matë mirë se one e ma i keqë. Jo kështu publikisja, ke po dikush, vëlla vlazni që pjushe juve, ju matë mirë, krejt one e këtë ma i keqë në mesin e juve. Këtu s'pa ka modesti po mduket, kështu me thonë publikisht. Po kur të bish me flajt, menoj, krejt që e në matë mirë se ti, e ti vete menoj e ma të doptin, ose ma të keqin, ose ma të paaftin, ose qështu diçka mendoj. Kjo është mirë me mujt me mëri që to. A mo me bon me të zonë gjumit të mendu veten dikush i madh, e krejt dvogel, këta krejt dvogel, po ty që i nalt atje të shohet dvogel, sikur këta i ke, po ma e kodrës, kur hypin thojnë kuju, posh, fillon në prizore për shembull, dhe dini te kalaja me hyp që shef njerëzit, ose dikun tjetër. Ose dikun tjetër kur hypne për kodra, krejt dvogel, e doket vetja i madh. Jo se edhe këtyne poshtë, ti dokesh i vogël, që atje sa një knusa, sa një pulë, që atje nalt ma e kodrës. Andaj pra ti mendoj e vetën dvogel e Zotit që ka ty të ngrit tek njerëzit.